Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Eliana, sot kemi një vlog të ri. Edhe që thoni, unë këtë vlog po e hap te puna e Davit. Sot dita është e shtunë edhe kemi erdhur këtu sepse Davi nuk punonte sot. Kishte pushim nga puna, po e morën në telefon, i thanë që kemi një problem këtej andej, edhe tha që okej, do kaloj ta shikoj barabart. Kjo ndërtesa është këtu afër detit, edhe tham s'ka gjë, do ta kombinojmë, do vim për gjysmë ore të merret me këtë punën edhe pastaj do shkojmë direkt në plazh. Edhe unë por i këtu te makina, do me thënë kamerën e kam vënë lart te makina edhe po ju flas sepse nuk kam çfarë të bëj. Jam këtu në mes të diellit, unë ndërkohë me rroba banjo kam erdhur kështu si nuk e di, këto gjeta para këto vesha, nuk e kisha në plan që duhet të vishëm bukur. Edhe prandaj por edhe këtu jashtë sepse tani është edhe pak turp të hy kështu brenda te puna e tjetrit. E kuptoni? Ndërkohë jam në një lagje këtu afër detit, e cila është një lagje që jetojnë vetëm të pasurit. Ata që kanë super lek, jo thjesht lek. Edhe ndihem pak si në siklet, si e varfër, nuk e di si ta them. Kështu po e kaloj kohën duke parë këto makina të luksoze që po kalojnë. Ka kaluar çdo lloj makine, nuk e di çfarë t'ju them unë më. Unë mundem t'ju them diçka. Më duket kam haruar si të filmoj vlog. Tash, dhe nis dje vlogun. Që e hapa, ju fola pak në mëngjes, e pastaj truri im u fik. Nuk mendonte që unë duhet të filmoj, të nxjerr skena, të bëj vlog tamam si njeri. Thjesht harova. Harova që kisha kamera, harova që ekziston kjo gjë, edhe nuk kam bërë asgjë. Nuk ju kam treguar as edhe një gjë nga ato gjëra që bëra dje. Është dita tjetër. Sot dita është e diel. Iku e shtuna, jam zgjuar sot, u vesha shpejt e shpejt thjesht të marr kafe, e shikoni situatën. To flokët nuk i kam larë që dje, sepse do ju them ç'a ndodhi. Nuk është që jam pisanjoze. Jo, nuk është. Vërtet më besoni. Thjesht u kthem dje nga plazhi. Edhe pastaj që unë harova të filmoj. Kishim një koncert, të cilën e kam pronontuar diku këtu edhe një muaj, edhe vajtëm në një raper, si ta them, nuk e di, nuk është këngëtar, bën rap. Këtë artistin unë edhe shoku im e dëgjojmë shumë vite. Unë e adhuroj, më pëlqen shumë, edhe sa u kthem nga deti. Ne nuk kishim kohë, mendoja unë, sepse thoshe tjetë bilete që në orën 6 të jeni atje sepse do hapet dera edhe do hynë njerëzit brenda, edhe unë kisha në mendje që në 6 thot, në 6:30 mund të filloj koncerti. Prandaj u kthem në orën 5 nga deti, sepse vajtëm hëngrëm diçka shpejt e shpejt një sufllaqe, edhe pastaj u kthem në shtëpi. Unë nuk kisha kohë të ri të laj flokët, edhe pastaj t'i thaj, edhe pastaj t'i rregulloj, sepse unë kisha në mendje që në orën 6 duhet të jemi te koncerti, mbarovi filmi. Thash do lej vetëm trupin, edhe do i le flokët kështu me kripën e detit, sepse barabart edhe nesër do shkojnë det, plus në koncert do bëjmë qull nga djersi, sepse kisha dëgjuar që do ketë shumë njerëz. Ne vajtëm atje në orën 6, edhe koncerti dua t'ju them që fillovi në orën 9:30 e darkës. Thjesht thoshte atje të jemi në orën 6, sepse stadiumi që vajtëm kishte diku te 42.000 veta. Nuk e di po e kuptoni sa shumë njerëz janë. Ishte diçka absurde, nuk e di ku ka ndodhur kjo gjë herë tjetër. Të ketë kaq shumë veta për një koncert, për një artist. Edhe prandaj kishin lajmëruar që duhet njerëzit të fillojnë të vinë që në orën 6, sepse po të vinin të gjithë në orën 9, koncerti do fillonte në orën 12. E kuptoni, po unë nuk e kisha menduar këtë gjë. Edhe nuk e dija. Edhe pritëm atje 3 orë kot. Do me thënë rinim poshtë, sepse nuk kishim ku të ulemi, edhe thjesht rinim poshtë me shokun tim edhe prisnim të filloj koncerti. Po në fund të ditës dua t'ju them që kalova super bukur. Është ajo ndjesia që kur je atje edhe kur je bashkë me kaq shumë njerëz që kanë erdhur për atë artist, edhe jeni të gjithë në të njëjtin vibe, edhe jepni gjithë energjinë që keni, thrisni këngët e artistit, e të gjitha këto gjërat, ndihesh, do me thënë nuk e di, është një nga emocionet e mia të preferuara, prandaj i adhuroj kaq shumë koncertat, si themi, nuk jam e sigurt.
Ç'a tjetër desha të them diçka tjetër, nuk e mbaj mend. Por shpresoj sot të mos haroj që bëj vlog, edhe t'ju marr me vete gjithë ditën që në mëngjes deri në darkë. Shpresoj t'ja dal, vërtet, sepse do shkojmë përsëri në det. Edhe unë duhet të filloj të bëjmë gati, të rregulloj çantën, të vesh roba banjo e të gjitha këto gjëra të bukura. Ndërkohë, para disa ditëve për dje, unë vajte dhe bëra laser të gjithë trupi. Laser ajo që të heqën qimet. Edhe kur bën laser, të thonë ato gocat atje që mirë është të mos dalësh shumë në diell këto ditë, 3 ditët e para, sepse është e rrezikshme, mund të të diqet lëkura. Unë edhe dje vajta në plazh, edhe sot do shkoj. Shpresoj të mos psoj asgjë, por mbrojmë këto ditë. Do me thënë, kam vënë edhe dje, edhe sot, do vet 3 kg krem dielli edhe do luem 3-4 herë. Kjo është e sigurta edhe do mundojmë të ri vetëm në hije, të mos dal fare në diell përveç momenteve që do hyr në det. Normalisht atje nuk kam ç'a të bëj, të hyr në det me umbrell, nuk mundem. Më keni pyetur edhe herë të tjera për laserin që bëj në tru. Sepse unë bëja për shumë kohë. Pastaj mora një pushim, diku te 1 vit që nuk bëja fare, edhe kuptova që kjo ishte një nga gabimet e mia më të mëdha në këtë jetë, sepse kur fillon laser duhet ta mirëmbash. Do me thënë, mund të bësh 5, 6, 8, 10 për shembull seanca, do me thënë çdo muaj shkon edhe bën nga një seancë, derisa të ikën qimet, edhe pastaj kur nuk ke qime në trup, nuk duhet ta lesh, sepse pastaj po e le, të le dhe ajo. E vërtet është që varet edhe nga trupi kjo gjë, edhe nga lëkura që ke, edhe nga qimja që ke. Por unë kur ndalova me laserin, më dolën prap të gjitha sikur nuk kisha bërë kur në jetën time, kurse kushërirja ime më kishte thënë që unë kisha bërë disa seanca njëra mbas tjetrës, edhe pastaj kur pash që nuk isha kaq shumë qime, shkoja njërë në 6 muaj ose njërë në 5 muaj, varet e shikon ti me veten tënde, edhe bëja një mirëmbajtje, si ta them, bënte një seancë që të mbaj rezultatin. Unë këtë nuk e dija, nuk e njihja, kështu që tani po filloj nga fillimi, sikur nuk kam bërë kur laser në jetën time. Më kanë ikur shumë lek të kjo procedurë, edhe nuk më pëlqen fare. Kjo është edhe eksperienca ime nga laseri, edhe prandaj nuk kam edhe t'ju propozoj as sugjerime për klinika, as asgjë. Shpresoj kësaj radhe që e fillova përsëri të shkoj mirë. Edhe t'ju them pastaj mbas 1 viti, 2 viteve, 3 viteve që janë të gjitha okay. Më thoni dhe juve eksperiencat tuaja me laserin, se vërtet jam shumë kurioze të dëgjoj ç'a keni juve të thoni për këtë procedurë. Çfarë roba banjo të vesh sot nuk e di, të vesh këto rozët, apo nuk të vesh dhe një të bardhë që është pak më e thjeshtë base. Gonna fly away, go a million miles, and take a holiday where I can hide a while, and where the crowds are gone, I'll hear the siren song, saying here a life like this, you can do no wrong, a life like someone told me I'd never see. Atëre, kemi erdhur, jemi ullur në një det. Është herë e parë që vi këtu. E kisha parë në TikTok edhe thash ta provojmë një herë, sepse më dukeshe shumë e bukur nga video që e pash, edhe vërtet është që është akoma më e bukur tani që erdhëm nga afër ta shohim. Quhet deti Porto Germano, kështu quhet gjithë vendi, edhe ka dete të ndryshme. Ne erdhëm këtu sepse vajtëm në një tjetër në fillim që ishte plot me njerëz, nuk ishte vend cep të ulesh, edhe tham le të shkojmë një xhiro në këmbë, edhe erdhëm këtu lart, kishte një rrugë të vogël, edhe erdhëm në këmbë, edhe pam këtë vendin këtu që jemi ullur, edhe është bosh, nuk ka njerëz, është qetë, është formuar nga agurët, një gjë si pishinë natyrale, edhe fantastike, uji është dritë, kemi edhe hije nga pemët, kështu që nuk kishim nevojë fare as për umbrell, as për asgjë, edhe po kaloj shumë bukur. Unë do të sugjeroj, thjesht është pak larg nga Athina, të me thënë është diku te 1 orë ca, 1 orë e 10 minuta me makinë. Ka pak
pak rrugë, por rruga është e bukur, është plot me pemë dhe me natyrë, edhe deti ja vlen. Po duheshet të kishim erdhur pak më herët. E vërteta është, po të vini këtu duhet të niseni pak të tipit në orën 8-9 të mëngjesit. Ne u humbëm gjysmën e ditës, po s'ka gjë. Do ta gëzojmë tani për tani edhe herën tjetër do dim më mirë. A shikoni me çfarë pamje po ju flas tani, sa bukur që është. Nuk ka lezet kështu? Të bëjmë vlog. Ma keni kërkuar shumë herë sugjerime rreth plazheve të Greqisë, rreth pushimeve, sepse shumë nga ju mund të duani të vini në Greqi. Edhe ma keni pyetur ç'a sugjerime ka mund të jap për plazhe, për dete, për pushime në përgjithësi. Tani, unë nuk kam kuptuar, po më pyesni, brenda Athinës. Athina ka plazhe plot, do me thënë unë kam vajtur nga gjithë anit që ka plazh. E më të bukurat janë ato që janë më larg, do me thënë ato që janë një orë larg, si kjo për shembull, janë më të bukurat. Thjesht duhet të bëni pak rrugë me makinë, të keni pak durim, edhe të gjitha bëhen në këtë jetë. Pastaj, po keni nevojë për ishuj. Ekzistojnë edhe atje shumë opsione, edhe varet nga ça pushime doni juve të bëni. Si për shembull, doni të ketë shumë diskoteka, klabe, muzikë, party, mundeni të shkoni nga ana që është Mykonos. Thjesht atje do pagoni shumë lek. Prandaj unë është një ishull që nuk më intereson fare në jetën time ta vizitoj, sepse ka vetëm këtë, jetën luksoze dhe party. Unë preferoj në përgjithësi ishujt që janë më të vogla, sepse janë edhe më rehat, nuk ke nevojë të bësh shumë rrugë me makinë që të shkosh në plazh. Edhe janë të gjitha afër. Për shembull, unë ju kam thënë, më pëlqen shumë Milos, që është nga ishujt e mia të preferuara që kam vizituar deri tani. Pastaj nga ana tjetër kemi edhe ishujt më të mëdha, si të tipit Kefalonia, Zakin, Kerkira, Korfuzin, do me thënë, të gjitha ato ishujt që janë nga jo anë, kanë dete shumë të bukura, të mrekullueshme, thjesht janë ishujt të mëdhaja që ju duhet pa tjetër makinë edhe do bëni pak rrugë. Nuk e di, qa sugjerime do deshit juve, që ta diskutojmë pak më tepër, t'ju jap edhe unë mendimet e mia. Si vjet janë shtrentuar të gjitha tepër shumë, edhe unë u vështirësova shumë të gjej pushime, po ja dolëm, i mbyllëm, i pronontuam, edhe mezi po pres t'ju tregoj ku do shkojmë, që t'ju jap edhe juve ide për vitin tjetër. Diku këtu po ndërpres programin ton sepse më ka arritur në shtëpi një pako gjigante që mezi po e prisja të më vi, sepse kësaj radhe besoj që kam zgjedhur gjëra fantastike, mezi po pres t'i provoj. Pakoja është nga Komense edhe kisha në mendje behar edhe pushime. Këto të dyja. Kështu që them t'i hapim bashk edhe t'i provoj një nga një, se edhe unë mezi po pres t'i shikoj, t'i laj edhe t'i vesh. Kjo është e para që ka për në dorë, kështu që le të filloj me këtë. Po, kam marrë një fund të gjatë. Ka këtë materialin si tip satin, është i zi, i gjatë deri poshtë, edhe unë këtë gjatesha të ishte i gjatë, sepse kisha edhe një tjetër fund të zezë, të cilën e shita në bazar, ishte i ri, thjesht, mua nuk më rim bukur me trupin që kam, edhe të sytë e mia, nuk më rim bukur fundet që mbarojnë te kjo pjesa këtu e këmbës, pak poshtë nga gjuri, domethënë. Unë i dua ose të shkurtra ose të gjata fare deri poshtë. Edhe prandaj sa e pash këtë thash duhet ta marr, kështu që le ta provoj. Unë le të hyp pak këtu te krevati që ta shikoni dhe juve më mirë. Fantastike është. Sa e bukur që po më rin. Është sikur të përqafon trupin edhe të bën këtë efektin. Nuk kam nevojë të shkurtoj dhe fare, sepse është fiks aty që duhet të jetë. Shumë më pëlqen. Shumë më pëlqen, do bëj outfite shumë të bukura me këtë fund, por tani le të vazhdojmë. Nuk i mbaj dhe unë mend fiks çka kam marrë. Këto janë një palë pantallona, që juve mund të më tallni për këtë zgjedhjen që bëra, po unë i pash. Edhe se i pash mendova Pinterest. Gjithë gocat e Instagramit e Pinterestit kanë pantallona të këtilla, edhe i kombinojnë me bluzka të bardha, edhe i veshin, edhe duken super cute. Nuk e
di, po do më rinë mua bukur apo po do më rinë si bizhame, shpresoj të më rinë bukur, që do mundem të nxjerr edhe unë super foto të bukura si ato gocat që shikoj. Le t'i provojmë. Ere, dini qa? Tani që i pash në pasyrë, mua shumë më pëlqen. Tani duket outfiti, nuk do i vishja me këtë bluzën të zezë, do vishja një bluzë të bardhë nga lart, shumë stylish, është diçka ndryshe nga pantallonat bazike që kam te dollapi im. Por tani për tani le të vazhdojmë. Po, nuk e di po e kam thënë në këtë kanal, por nuk kam streqe të shkurtra për në palestër. Sidomos tani për behar, nuk isha asgjë, edhe vesh të ditë vetëm streqe të gjata. Në palestër edhe kam plasur nga vapa. Kështu që se pash këtë setin, janë rroba gjimnastike, e thash duhet ta marr sepse më duhen. I kam nevojë. E vërteta është, shpresoj thjesht të mos jenë shumë të shkurtrat, se tani që shikoj gjatësinë nuk e di po do më bëjnë. Le të provojmë. Më bëjnë. Janë pak të shkurtra, e vërteta është. Unë në këtë kanal ju kam thënë nuk gënjej kur, por barabart janë të bukura. Prisni, ta shikoni edhe nga këtu outfitin. Më jep këtë vibe-in pak vintage. Edhe janë edhe super të rehatshme. Mua më pëlqejnë. Nuk e di po do i vesh për në palestër, por që do i vesh. Është e sigurta, mund të i vesh për xhiro, për një kafe. Le të vazhdojmë. Këtu te kjo qesja po shoh diçka të verdhë. Këtë mezi e prisja. Materiali tani që sa e kapëm duket fantastike. Edhe është një fustan i gjatë që këtu në fund ka këtë efektin këtu që ka dalë në mod, edhe ngjyra ka dalë në mod. E veshin të gjithë për këtë behar, është ngjyra e sezonit. Prisni të provoj. Okej. Wow. Unë vetëm kaq kam të them, wow, për këtë fustani. Tani kam ngrënë, edhe duket pak barku im, se ngra drek edhe kam plastur, ndim sigur jam shtatzane, por është fantastike. Kjo për shembull është një fustan që jam i sigurt që do ta marr me vete në pushime, që të nxjerr super foto. Edhe shikoni edhe këtë efektin që ka, sa bukur që duket, o zot. Rash në dashuri me këtë fustanun. Wow. Do ju le edhe kod me ulje këtu, sepse keni kohë para se të mbaroj behari, të shkoni të blini dhe juve super fustane. Edhe me që fillova me të verdhën, do vazhdoj me një set tjetër të verdhë, edhe këtë mezi po prisja ta shikoj, shpresoj të më bëj. Tani këtu kemi fund edhe bluzë. Opa. Fundi është disi kështu, i gjatë, kështu flowi, edhe nga lart ka edhe këtë bluzkën të bukur, të cilën nuk mundeni ta shikoni tani, prandaj do i provoj. Është fantastike. Është super bukur. Nuk e di sa herë do them në këtë video fjalën e bukur. Nuk e di sa herë do ta them, po nuk e di. Nuk kam fjalë tjetër që ta shpjegoj këtë setin këtu. I adhuroj këto fundet e gjata, sepse të bukura janë edhe të shkurtrat. Thjesht ri në siklet, kurse me këtë del jashtë. Risi të duash ti, nuk duket asgjë, nuk e frik mos dal këtej, mos shkoj andej. Je e sigurt, do me thënë, prisni. Ja si duket edhe e gjitha. Dua pastaj në komentet, kur ti tregoj të gjitha outfitet, të më shkruani të preferuaran tuaj, që të di edhe unë këtë vesh më parë. Pastaj kemi një fustankë. Taran! Kemi një fustankë. Se pash këtë thash duhet ta kem në dollapin tim, sepse është një fustan bazik. Do me thënë, është i zi, i shkurtër, mundesh ta veshësh në çdo rast që mundesh të mendosh. Ka këtë pjesën këtu që e kaloni nga mbrapa dhe duket si shall, edhe besoj i jep një si tip elegancë, le të themi, edhe ja si duket edhe nga këtu lart. Shumë më pëlqen edhe kjo, por le të vazhdojmë sepse më duket ky holi nuk ka fund. Nuk e di asun qa ka marrë më. Kemi bluzka! Nuk mendoja që kjo bluzka do më pëlqente kaq shumë, t'ju them të drejtën. Pash në sajt e porosita, edhe mendoja që do ishte diçka e thjeshtë që do e vesh për ditë. Ka material fantastike. Ndiem sikur është super e shtrenjtë. Nuk e di pse më jep këtë vibe-in. Edhe ka edhe këtë kopsën këtu që unë e adhuroj, është gold edhe është si guask. Nuk e di çka ka ndodhur kësaj radhe, nuk ka dal asnjë që të them, jo, kjo nuk më pëlqen edhe kaq shumë. Të gjitha janë Nuk do kombinoja me këto pantallonka të shkurtra të zeze që kam veshur nga poshtë, normalisht, po thjesht tani i vura për shpejt e shpejt që të mos dal lakuriq. Le të vazhdojmë me një fustan tjetër. Unë tani nuk kam nevojë të flas fare. Thjesht shikoni. Tani ky fustan nuk ju kujton behar.
nuk ju kujton një ishull grek. Nuk është tepër shumë i bukur. Kam nevojë të them diçka. Thjesht më ka lënë me gojë hapur edhe nuk ju kam treguar akoma pjesën më të bukur. E shikoni këtë gjë? Mundeni ta shikoni këtë gjë? Wow, thjesht kaq wow. Nuk e di ç'a të them më. Thjesht po mendoj tani fotografitë që do nxjerr, kështu. Kam rënë dashuri, nuk e di. I kam marrë të gjitha. Do vazhdoj edhe do ju tregoj një pal roba banjo. Janë të zeza, nuk janë të thjeshta, sepse kanë këtë këtu në mes, që i jep gjithë bukurinë. Tani nuk do i provoj se janë të palara, po mundeni të kuptoni vibe-in, besoj. Prisni t'ju tregoj edhe pjesën poshtë, që është akoma më bukur. Tani kjo nuk është yll. Më thoni juve që e shikoni këtë nga kamera. Pastaj more edhe këtë këtu. Është që ta veshësh lart nga rrobat e banjos. Tani kam veshur këtë fustanin edhe i kam gatruar të gjitha, po disi kështu vihet në bel. E kur do të veshësh diçka lart nga rrobat e banjos, edhe mua më pëlqevi edhe ngjyra, edhe printi që ka lart, mu duk shumë boho, edhe më dha një vibe. Edhe për në fund lash një pal xhinse, të cilat i lash për në fund sepse nuk janë fare për behar. Thjesht më pëlqyen, edhe thash pse jo. Kam mbushur një dollap plot me xhinse atje, edhe prap nuk ngopem, edhe prap porosis të tjera. E kuptoni juve tani? Por le t'i provojmë, shpresoj të më bëjnë. Njerëz, më bëjnë xhinset. Janë të ngushta lart, edhe poshtë janë të gjëra, kanë këtë stil, le të themi, kabana. Edhe kjo ishte holi, shpresoj të mos ju kem lodhur, sepse e vërtet është që kësaj radhe mora shumë gjëra. Edhe thjesht duhet t'ju tregoj situatën dhomës time kur mbaroi unë filmimin e holit. Ja si duket. Ky është realiteti. Unë po shkoj të mbledh, edhe juve mundeni të vazhdoni të shikoni vlogun tim. Sa u ktheva në shtëpi, edhe erdha direkt në kuzhinë, sepse do ju them unë ç'a ndodhi tani. Mbas plazhit tham bashkë me shokun tim të shkojmë të ulemi në një kafe, sepse ishim të dy të uritur, edhe të ishim diçka të pinim edhe diçka të hanim. Edhe në kafet në përgjithësi ka gjëra si të tipit club sandwich, pizza, këtë janë dhe. Edhe ne me mendimin që do shkojmë të ulemi të hajmë diçka, të pim diçka, këtë janë dhe. Vajtëm, i tham ç'a duam për me pirë, i tham ç'a keni për me ngrënë? Tha jo, nuk kemi. I tham Azia? Azia. Nuk kishte as edhe një gjë të hajmë atje që ulëm. Edhe pastaj pam që një kafe që ishte pak më tutje, kishte edhe pizza, edhe makarona, edhe çdo gjë. Po ne, nuk e pam para se të ulemi. Ulëm, pastaj kishim turp të çojemi t'i themi jo, nuk rim këtu. Edhe nuk kam ngrënë me pak fjalë gjithë ditën. Jam me një tost që në mëngjes. Prandaj erdha direkt edhe në kuzhinë, edhe prandaj nuk e hap edhe kamerën te rruga, sepse nuk isha ngrënë, me që ishin kapur ato nervat e mia se unë kur nuk haj çmendem, edhe ishte edhe rruga e gjitha me kthesa, më zuri makina, edhe pastaj isha erdha në shtëpi tani, juve nuk e shikoni. Taran! Mami na ka bër një byrek të bukur. Byrek apo lakror quhet kjo? Nuk e mbaj mend. Ose lakror ose byrek është, diçka nga të dy e ngatroj. Pafund mesazhe në Instagram që mund të jetë herë e parë që më pyesni kaq shumë beta për diçka që kam treguar në vlog. Edhe më pyesni për këtë parfumin që ju kisha treguar që më kishte marr i dashuri nga Zara. Edhe po më pyesni emrin, si e ka emrin. Ja u kisha treguar në atë video, po mbase disa nga ju e patë dhe nuk e shënuat edhe pastaj e kërkoni. Unë do e tregoj edhe një herë. Quhet Dark Romance, mundeni ta bëni edhe një screenshot tani ta keni. Është nga Zara. Ka aromë vanilja bashkë me karamel. Është një aromë shumë e ëmbël edhe mua për behar do me thënë më pëlqen tepër shumë. Edhe shoqet e mia më kanë pyetur që qa parfum është kjo që ke veshur që mban kaq herë të mirë. Edhe ka marrë shumë komente pozitive. Nuk e di si ç'është tek ndodhi kjo gjë, edhe unë nga TikTok-u e kisha
Edhe unë gati këtu me kisha pari kisha marrë. Lek dhe edhe pak tani që sa bëra banjë të mbaj erë të bukur, se nuk vem parfum vetëm kur dalim jashtë, vem edhe kur rrim në shtëpi për veten tonë, që të mbajmë ne erë veten edhe të ndihemi bukur. Edhe një informacion tjetër t'ju jap, që mbase kjo nuk ju duhet fare, po unë desha t'ja tregoj, sepse më duket super cute. Shikoni këtu çka kam 4 guaska. Çdo herë që shkojmë në det me shokun tim, më gjen edhe një guask. Edhe tani kam filluar edhe po i mbledh të gjitha të shohim sa do përfundoj të kem deri në fund të beharit. Deri tani kemi mbledhur këto. Edhe më duket super cute sepse hyn me maskën shoku im në det. Edhe unë humb. Rin brenda në ujë me orë. Edhe kur shkon edhe shikon peshqit që kalojnë ose çdo gjë, kur gjen një guask të bukur më mbledh. Edhe kaq ishin informacionet e ditës. Tani më duket ka erdhur ora të flegjum, sepse sa ka vajtur ora? 12 e natës. Edhe nesër duhet të çojmë, kam punka, edhe jam edhe super e lodhur. Kaq natën, shihemi nesër. Përshëndetje nga dita tjetër. Po, bëjmë gati që të shkojmë në palestër. Sot, temperatura ka arritur në qell, po nuk mundem t'ju shpjegoj për qa vap flasim momentalisht, nuk del jashtë dot. Edhe unë qa vendosa të bëj sot me kaq vap, jo të shkoj në det, por të shkoj në palestër. Po qa të bëjmë tani, duhet edhe këtë pjesë. Sara Zilia erdhi Nadia, se do shkojmë bashkë me Nadian edhe një shoqe tjetër në palestër, edhe erdhi të shpejme që të ikim bashkë. Nuk e di dhe që të vesh, sepse, si ju kisha thënë, unë kam vetëm një palë streqe të shkurtra, të cilat momentalisht janë për të larë. Kështu që do duhet vesh streqe normale, edhe do plas nga vapa. Nuk e di që të bëj dhe me flokët e mia sot, sepse që parë i rregullova që të filmoj një reel, edhe tani më vjen keq që duhet t'i kap lartë edhe do t'i rësitem edhe do duhet t'i laj, e t'i rregulloj prap nesër. Kam këtu edhe pak ditë që kam dhimbje te dora, këtu, sepse unë kur flem dark, shtrihem edhe për një arsye e mbaj dorën kështu te koka ime. Nuk e di pse, po e bëj gjithmonë këtë gjë. Edhe një natë mbase e bëra pak më shumë se sa duheshe, pa e kuptuar në gjumë, domethënë, edhe u zgjova në mëngjes, edhe vdiqja nga dhimbja. E çoj deri në këtë pjesë dorën time, po e çova më poshtë, fillon edhe më dhemb, kurse këtë, domethënë, e shikoni, mundem të çoj deri poshtë. Kjo rrin deri këtu. Edhe nuk e di çfarë të bëj tani. Kanë kaluar disa ditë, edhe akoma po më dhemb. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mirë dita. Po, në mëngjes e themi mirë ditë. Në drek. Në mëngjes themi mirë mëngjes. Mirë. Mirë mbrëma. Si kam bërë unë të koka ime tani? Po të thot mami të mëngjes, mirë mëngjes. Drek, mirë dita. Mbrëmi, mirë mbrëma. Unë mirë mëngjes them në orën që zjohem. Do me thënë, u zjova në orën 2 e drekës. Mirë mëngjes do them unë. Do me thënë tani që u zgjove ti, tash ora 7 e mbrëmjes, po ti tani u zgjove. Unë tani u zjove dhe thash mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Qa ke dënje të re? Nuk kam asnjë të re. Kam vetëm të vjetra. Po qa ke dënje të re? Të re kam një të vjetër. Po dënje të re, qa ke? Do të thoshe tash një laf, po me që i kamera rapur, po e le e kuptojnë vetë. Kur ta mbyllësh kamerën do të them, që të re kam? Që të re ke? Ta mbyllësh kamerën. I ke të fshehura të reja tënde, aha. Mbajme edhe një sekret, nuk i themi të re. Kur të vjetërohen, i themi pasi në kamerë. Do thash e theme. Qa thash e theme? Ja që po na marrën komshin me ratë në telefon, na pyesin çfarë ndodhi sot. Pse? Që kishte erdhur policia. Ku kishte erdhur policia? Poshtë në pallatin, ai ka ditë parë. Pse? Se ja kanë marrë shpinën e kishte vënë shpinën në kredi,
kredi që kish marrë nga banka, nuk e ka paguar kredin, e ka marrë banka shtëpinë, e ka shitur në vend tjetër. Ai që e ka blerë, ka erdhur para një 5 muajsh. I tha që dilë se shtëpia është ime e bleva unë, ai nuk do të ikë. E ka marrë në telefon pasera, ai prap nuk ikën, edhe sot kish marrë policinë, edhe erdhën, ja hapën derën me çelësa të tjera dhe Të bukura thashë theme të komshiut. po na marrin me radhë komshin tash në telefon, çfarë ndodhi? Çfarë ishte ajo që Po ndodhi? pse marrin ne? Domethënë ne çaj jemi në Sepse këtë pallat. ytata është kështu, si i thonë, në Shqip, përgjegjës pallati. Edhe ai duhet t'i jap të dhenat. I kishim të gjitha, edhe kjo të duheshe në këtë jetë, edhe tani jemi super. Unë të them, thashë themet e mia, që juve ja kam thënë, po te kamera nuk i kam thënë. Unë që thoni, kisha dal me Stelën, me shoqen time, edhe jo nuk kisha dal, kisha vajtur te shtëpia e Stelës. Edhe motra e Stelës tani, kishte vajtur me punën e saj në Amerikë për një javë, do shkoj për një vit të punoj në Amerikë, po tani vajti për një javë që ishte prova, domethënë, të njoh ata që do punoj bashkë. Njët me ambientin edhe me ata të punës, me njerëzit. Po, edhe i thash si ishte eksperienca, si ishin të gjitha, edhe filloi një muhabet për Amerikën, për Trumpin e për gjithë këto gjërat. E më tha që unë kisha një shoqe, e cila studionte në Angli, edhe ajo universitetin në Angli bashkëpunonte. Të të ndërpres. Jo. Se shikojnë e perdja një si merimang që po i se putur brenda nga brenda. Ajo universitetin në Angli bashkëpunon me Harvardin. Domethënë kanë muhabete të mira njëri me tjetrin. Po, janë shok. Po, janë shok. ata dy universitet. Edhe ajo shoqe e saj kishte ikur nga Anglia dhe vajti në Harvard si tip Erasmus, si tip për 6 muaj ose një vit në Amerikë. Shkëmbim eksperiencë quhet ajo Erasmus, shkëmbim eksperiencë që i kanë krijuar shkollat njëra me tjetrën. Ajo që tha mami. Tani që hyri Trump si president, pushtet, që bëri? I previ gjithë vizat, jo i previ, po nuk Nuk e renovon. nuk renovon vizat e njerëzit që janë të huaj. Edhe ajo vajza shkonte shumë mirë, domethënë me Harvard, I kishin thënë edhe mësuesit që je shumë e mirë, duam të mbajmë këtu, të vazhdosh këtu, të mbarosh shkollën, por e kthen në Angli sepse nuk ishte viza. Edhe një shoqe tjetër që kishte ajo nga Harvardi, kishin një grup chat në Messenger edhe flisnin të gjitha bashkë atje, domethënë. Edhe kishte dërguar ajo shoqja tani një TikTok e cila mbronte Palestinën. Thoshte, domethënë, të mbrojmë Palestinën me luftën që bëhet me Izraelin edhe Palestinën që e dim të gjithë. Qeveria kontrollon të gjitha këto. Unë nuk e dija, domethënë mua më duket absurde te kokaimet, të kontrollojnë telefonin e TikTokun e çdo gjë që shikon ti edhe bën like, domethënë. Edhe se kishte mbrojtur Palestinën, I kishin vajtur policat në shtëpi, I kishin thënë hajde me ne, edhe hoqën nga shteti, thanë që nuk vinë më. Po, e përzun. E përzun. Nga aty ku studion. E përzun. Edhe u kthem mbrapsht. Domethënë, Ngellën studimet në mes, sepse përkrahun bëri një like në një TikTok, u përkrahte Palestinën edhe. po në përgjithësi duan t'i heqin të gjithë. Çdo njeri që është I huaj nuk duan të jetë në Amerikë. Unë këtë gjë kam kuptuar edhe Në ka Amerikë filluar. janë të gjithë huaj, çfarë nuk janë të. Jo, ka edhe Amerikan nga historia Amerika nuk kështu është. ekzistoi. Prandaj po, Amerika me tuaj është e ndërtuar. Jam dakord. Po ata te koka e tyre janë amerikan, mami. Po, dakord. Ata besojnë që janë, domethënë, Flasëm për këta të rinjtë që duan vend tani. edhe ka filluar po më trem shumë gjithë kjo situata. Se kishte ndërmend të vinjë edhe ti të studiojë Jo, në Harvard. thjesht më vjen keq për ata njerëz që studiojnë atje. Edhe po I Edhe pëlqen. thash ta them edhe te vlogu që informacionet të ndajnë në botë, të mos ngelen këtu mes nesh. Po. Unë jam si kështu tani. Si gazetare. Si gazetare fix. Qa ka me mami? Top lepis. Është nga brenda, ka brenda perde do I merri mangash. Edhe unë I thash e themet e mia edhe tani jam më I qetë, më Si gazetare ere, gazetare influencer, thashë të me Të gjitha. I ndave informacionet influencerat I bëjnë gjithë punët, mami. Janë kameraman, janë Gazetare, janë gazetare, kafexhie. janë make-up artist, se bëjmë make-upin vet, vishemi vet, bëjmë fotografi vet, video vet, të gjitha. TikTok, Instagram, vet. Vetëm gjellët ja u bën mami. E mirë, tani
Tham të gjitha, po të disa gjëra duam edhe pak ndihmë. Se unë nesër është ashtu, ne kam pushim duhet dalë xhiro. Ku do shkosh? Po i të rrugëve këtu, rreth këtu. Rreth pallatit. Ke pushim ti nesër? Bazdite le di mu. A, mbas dite! Zban vaki, pushim të shtunën. As të dielën nuk ke pushim ti, po. Ata, mirë ishte kisha pushim të dielën, pa kur po shikonet shtunën. Do bie edhe ajo ditë Elena, së shpejti, që do kem pushime të shtunën të dielën. Për sa? Për 1-2 javë. Fillojnë i kenë me pushime. Ma, Urdhra. e fika kamerën, na thuaj thashe theme të fshehura tani. E fika me vërtet, na thuaj, më thuaj, desha të Unë jarova, dërë tani, dërsa e piket e kamerën e jarova.